fillim. Neve kemi lindur këtu. Më keq nuk ka pasur, nuk dilim dot na gjarpinjt. Edhe kalamajnë kur ikshin, ne i shoqërojmë se bëhesh në një skandal na gjarpi na pisleku. Rregullimi i kësaj ta gëzojnë të rinjt edhe gjithë lushnjarësit, që janë kësala, se këtë shetisin darkë. Këtë në përlagjet të qenë rruga shetisi. Nuk ka ku jetë më mirë. Edhe ky pastrimi është gjë e mirë, po të bëhet i herë 6 muaj, sepse bin mikrobet gjitha ashtu. Po që është mirë u lumë që në durë, për ne plekit më tepër ikim, këtu është hasbuk më i bio, kënaqet shpirë. Sa vjeç je? Kam frikë s'mle plaka, 81 vjeç. Edhe mashallah. Dhe kjo është herë e parë që investohet në përrojnë e lushnjës? Jo, ja që ku bërë rruga, herë e parë. Kështu ka qenë këtu. Po shiko, këta shi ka lezet ka, edhe që u pastrua. Atëherë, prej 3 ditësh kemi filluar me pastrimin e projit të lushnjës, i cili fillon në Grykderen e Kasharit deri në urën e fundit këtu në Saravë. Kjo gjatësi përshkon prej 2 kilometrash, edhe ka një volum pune diku të 40.000 deri në 50.000 metër kub aluvione, si shikoni edhe vetë. Të cilat ishin pastruar për i sa kohë? Të cilat kjo pjesë nuk ishte pastruar asnjëherë prej kur u rehabilitua proj. Mjetet e punës janë bler posaçërisht për këtë? Mjetet e punës kanë ardhur posaçërisht për këtë pastrim, siç është bobkati, presim të në vijë edhe kamioni edhe ekskavatori kollongjat që në mënyrë të pastrojnë sa më mirë këtë pjesë. Kjo flet? Kjo punë e tyre, kjo flet vetë, s'ka nevojë domethënë. Kjo flet vetë se gjysma e lushnjës bën xhiro këtej hunaz tash i vën atje, ikin, qeta është. Domethënë ka një lot i vuri qeveria, këta i vun, firma i vuri. Shiko, ka një lot aty domethënë se ne kishim sa me bllojqe, sa me rrjet kalpsir sa. Kështu që bravo u qoftë. Kemi faleminderit. Vetëm